Korrupsioni 0, Spanja 1. Muj me thonë që kjo ka qenë finalja, ndoshta ndër më të mërzitshme që e kum pa herë. Për fat të mirë, referat na kanë marrë targetun këtë finale. Ku muj më nisë me fol, edhe pse u ka një karton i kuq për Argentinë këtë lojë, mund është me thonë, okej, man fund referat i kanë thirrë menës, janë të vepru që shduhet, po jo. Këtë ndeshje minimumi është 2 kartona të kuq, lesen jo. FIFA nuk e ka gjetë në mënyrë për m'ia dhuru favorin final Argentinës. Me të vërtet e kun bë hate watch Argentinën. Janë ekipi ose fanbase i mas shumti që e meriton me hub. Për post Scalonit, menaxherit, Aldedi ku Mesit që më dhimën, ta tjertë lirisht jam shumë i lumtur kështu që kanë hupa, edhin taman e meritojnë me hup. Kjo lojt kish kun penalla, 100% e kish fitu Argentina. Edhe këtë sen e ka ditë mirë Spanja që besoj për atë arsye dhe në kohën shtesë kur nuk e ka nol sulmin. E ka ditë fort mirë që eksperienca Argentinës pa dyshim i ban favorit në penalla, pa pjekuria e disa lojtarëve që muna me folë ma vonë për disa gabime Spanjës që kishin mujt 2-3 golla mi dhon minimum, po pa pjekuria disa lojtarëve ndoshta jo eksperienca ka çu deri në një zhagim gjatë gat lojës. 110 minuta janë lujt, 150 minuta nëse zgaboj, Argentina nuk e ka pas asnjë goditje. Jo gol, pa asnjë goditje. Unai Simon nëse si shkon për tjerë, ose jo, saj ka pas një lojë boll të mirë me pasime, dur s'ka pas mi përdor hiç. Apo kupton, nëse e kishe thonë Unai Simon kimë mbrojt pa dur, rezultati shkon një. Spanja e ka dominu totalisht Argentinën. Me posedim, me top, me shuta, me sulm, me çdo sen. Argentina nuk ka mujt me marr frym, që thallë komentatori shumë mirë, e ka izolu hermetikisht Argentinën. Totalisht e ka bë inerte sulmin e Argentinës. Për minutës 10, kisha thonë Argentina e kam plan me shkum penalla, i shkon ashta një taktik që kish mujt me thonë po, pe minutës 10 kanë tentu me shkum penalla. Në fillim të lojës me njëra kanë fillu do polemika për referit si plot ndeshjet kalunet Argentinës. Argentina ban lojë shumë agresive edhe zakonisht ku një ose disa lojtarë të ekipit i bajnë 2, 3, 4 faullat vazhdueshëm, ku plot herë kanë shty lojtarë të Spanjës, zakonisht referi du të më ndëshku, mi tregu. Kjo nuk është pjesë e lojës, për ndryshe pse nuk kanë nisin këtë lojtarë me shty. Një faul për McAllister që adin karton i verdh i rast, po apet. Më ka që dit, as karton nuk ka kur gjan. Paredes, që ky lojtar be, ky e ka meritu edhe 10 herë me hup një finale. Ky lojtar, qysh ka nejt në fush, ky ma shumë e ka meritu një karton të kuq, se sa Fernandes. O që sharake, sinqerisht, çfarë referimi u kon, nuk u kon atë shkes, ndoshta, jo a diçka u kon qatë shkes. Paredes, masi e ka morë një karton të verdh, 3 faula, minimum i ka pas, që krejt janë ka një karton të verdh. Se jam të pështjell ka pak ora 12:30 e natës. Zakonisht që si kohë jam gjumë, po duhet me folë, se po du mi shprej mendimet e mia direkt mas lojës. Edhe i kom bo disa pike kyqe që po du mi folë, se jam gëzushëm, sinqerisht, nuk dasht me pa një fituz botërorit tillë. Nuk e kanë meritu me shkon finale kur njetë. Kjo duhet me qenë, duhet më bona i hetim që shka arrit në finale, edhe me siguj më bona i hetim, dalin 100 milion zeza prej FIFA-s, po garant nuk e bojnë. Minuta 93, që e ku marrë që statistik, 16 goditje totale për Spanjës, minuta 93, 0 Argentina. Finalisti ma i dopt najherë në histori të futbollit, që ka që mund është me thonë. Duhet me cek, edhe pse nuk kanë pas lidhje me dhon gol, mund është me thonë që këta kanë lutë sikur një klub, sikur janë fundin e sezonit, është ndeshja 30 për ta, qatë që po kanë kimi me njëri tjetrin, çfarë pasimi, çfarë shtrëngimi i lojës, Rodri nën presion, asnjëherë nuk ka gabu, po duket Sarja e ka pas topin, diqysh një është i sigurt, ajko e ka topin, nuk gabon, e kap me besim, hec për para, nuk tutët, kapiten me sfushor, jashtëzakonisht klas botëror. 97 minut, golli i anullun, nëse halok i dyshu që nuk ka diçka për Argentinën, veç këshyre gollën minutën 97. Kisa dush highlights në internet, po me po, që shkon në Instagram të emin, e kun postu videon, Otamendi, kinë se ja shkel komën e majt, shkon e kap komën e djath, edhe anullot goli për shkak që saj. Kjo është cool, unë kër e pashë të
Thash atin, okay, this is cinema. Skandaloze, sinqerisht, me anullu një gol për një faul. As faul nuk ka, preke minimale. As preke nuk mundesh me qujt, as nuk ka pos, as një repriz ku e tregon direkt që e shkel komën. As nuk e kanë qitë reprizën. Thjesht referi thot, jo, faul, o diçka, anullot goli. As njerë nuk e kena po faulin, ose pse anullot goli. Emiliano Martinez, portieri, kapët, ne, keshe ka diçka, mu mënu me nëzarë vetin, a fakt, kush nuk e prek ata. Otamendi, 15 shkelet koma majte, kop djathën. Shumë banale, 100%. Ta kish donë që të gol Argentina, të shkon ka Spanja, kur njetë nuk e kishin anullu këtë gol. Absolut, këto e keni të sigur. Paredes, gjatë saj kohës shtesi, banja 3 faula, edhe ka karton të verdh, një faul bila është këgja i keq, ja shkel komën apet, po referi e ka dhoni karton të kuqe, me siguri mas e ka dhoni atë karton të kuqe, Infantinovic ja ka bon i tel, nuk e kena bo me kartona. Po Ferran Torres, miq, minuta 106, nashta, sa fillon pjesa e dytë e kohës shtes, e jep një gol, edhe jep fund vuajtjeve të sulmit të Spanjës, që shumë let Ferran Torres kish mujt me huq, ata ka njerë është litar që golën qel me pas nuk din me dhan gol, po e godet mjaft mirë, edhe man fund Spanja e jep golën për 1-0. Jo më gëzu si me pas dhënë Kosova qatë gol. U ka në meritu, në minimum Spanja është dosh një pas një 2 gola deri tash. Prej minutës, kur e merë Enzo Fernandez karton të kuq. Nuk më kujtohet sakt, ama peqa të herit mund është me thonë që Argentina ka lutë për penala. Çka me thonë jetë, minuta 113, akoma as një goditje, përpos një krosit të Mesit që dogot si gol, po ajo krosim. Tani ma vonë ky Simeone e ka një mundësi tepër të mirë që e gjumë biport, që ajo goditja e parë dhe vetë me Argentinës, minuta 118 nashta. Tani Nico Williams me një kundërshtim të shpejt Spanjës, e va një driblim mjaft mirë, është tuj se një me portier. Shka dreqin bana lojtarëve, vetëm aj e din. Shka bana e Nuk e din as vete që ka dosh me bëhe. Ka me një kra Jamal për me pasu, për me dhan gol. Mundet edhe vetë me shku me shutu. Munot me bot diçka hlape veç i këtë. Nuk ka presion, nuk e ka kërkan mrapa. Veç munot me bot diçka një stila, diçka dhe topi e gjunjasht. Po t'i shkon 0-0, ai kish pas angthe pe këti gabimit. Referi, 1:125 fëshkëlen edhe u kry. Spanja fiton botërorin 2026. Jamal, përpos një goditje të mirë që ka pas përfundim të kohës të regull, që kish mujt mu kanë gol, po Emiliano Martinez e bani pritje të mirë. Jamal kur gjokat i s'ka bëgat loj. Nico Williams, edhe nuk u kon, i ka pas dhe vrapime të mira, qatë shonë se ka hup shumë, disa driblimit që ka tentu e ka hup topin të mërësisht keq. Paredes, mas si përfundon loja, e kop një lojtar Spanjës për fytje, shtynja munot mu kop. Zot, shqyqyrbe, veç për shkak qati Paredes. Shqyqyr që ka hup Argentina, e meriton humbje në Vlaçko. Nuk kan kur far klasin fitore, as klasën humbje. Janë thjesht, nejse, vazhdojmë, se është e vërtet që e kom ba hate watch Argentinën. Kjo është fundi i Mesit gjithashtu besoj për mbotëror. Nuk ka thonë që është ndeshja ti e fundit për kombëtarin e vetë. Ama Messi s'ka pas shka me ba në këtë loj. Spanja ka dominu totalisht. Messi normal që nuk është allaj 25 vjet nuk i ka me kap me topin me driblu, me quqet Argentina për para, se Argentina shumicën e 90% lojës u kanë zonë të vetë të fushës. Muj me folja pak për gjysëm finalet, se nuk unë bëha në video për to. Franca kundër Spanja. Spanja njët e ka dominu totalisht Francën, ka umbrojt shumë mirë, edhe qëtashtu e po që i ka bo Argentinës, mund është me thonë që Franca bile ka bo shumë, se ka pas lujma ofanzive, aden i kam pas në fakt jo, s'kam pas asni mundësi, ka pas përgjigjen perfekte për çdo sulm Francës, edhe Franca e ka sulmin më të mirë këtë botëror, së mund është me thonë ndryshe. Tani ka ana tjetër, Argentina me Anglin, gjysmë finale. Apet mund është me thonë që referi diçka ty, po jo, referi s'ka bërë gërgja. Argentina, Tuchel, trajneri i Anglis, nuk e meriton me udhëheq atë kombëtare, në fakt asnjë kombëtare, vetëm për shkak që u tregu një dhifç i certifikun. Sinqerisht, minutën e 60 me dhën gol, edhe 30 minuta me thonë shkoni mbroni. Si mu ka minuta 85, e ka meritu mja këthy Argentina, edhe e ka lyp. Anglia njëtë sikur Spanja e ka dominu Argentinën. 60 minuta dominim total e jep një gol, të kish vazhdu, i njëti sa në kish ndodh. Shka thot tu që lijo këthenu mbrapa. Mos jep një gol në dytë, s'ka nevoj, fitojmë 1-0, edhe mirë kanë gjithë. U kanë edhe ndeshja tret,
për vendin e tretë botëror, që u kon 6-4, Mbappe i jep 2 golla që e kalon Mesin për mas shumë t'i golla në botëror, ama sinqerisht më vetë edhe mua, edhe Mbappe thot, mas i ta kënë lojën, ndeshja për vendin e tretë botëror duhet mu anullu komplet, nuk ka kuptim. Asnjë lojtar, asnjë fans duke këshyr me aq entuziazëm. Se si të luftu për... Nuk e di as për shka e të luftu për vendin e tretë. Kush lufton për vendin e tretë? Për vendin e dytë nuk luftohet leje për tretë. Mos t'i shkon për vend tretë, i shkon një super ndeshje, 6-4 Anglia fiton, 4-0 përfundohet pjesa parë, edhe vrejen që Franca thjesht me zorë ka ndalë fush, nuk sot i hangër palla për me fitua diçka tillë. Ama ç'ky botëror mundet të lirisht me hin historisi botërori me mas shumë ti polemika, mas shumë ti favoritizëm, ndoshta deri te një korrupsion që ma vonë mundet edhe mu verifiku se sinqerisht Argentina u mu deri në finale. Kape Verde u kontu e mujt Egjipti, Zvicra, në çdo ndeshje kanë shku zhag thjesht me loj agresive që referat nuk i kanë ndëshku, që është dasht mi ndëshku. Finale, vendosët drejtësia, unë e tham këto bindshëm, u kontu e mujt Egjipti, Zvicra, në çdo ndeshje kanë shku zhag thjesht me loj agresive që referat nuk i kanë ndëshku, që është dasht mi ndëshku. Po si do qoftë, finale, vendosët drejtësia, unë e tham këto bindshëm, edhe miq, Spanja është fituesi botërorit. Çka mendon ti? Apo edhe diçka. 90 minuta. Ronaldo një goditje kundër Spanjës, Argentina. Spanja ka lujt Roberto Martinez, trajneri i Portugalis, kish dosht me shti skuadrën e vet me lujt. Ose nështë atë kish dit me shti skuadrën e vet me lujt. Kam posedim, po është shembulli perfekt qysh me lujt me posedim. Jo vetëm me lujt me pasa mrapa ona është ka lujt Portugalia, po taman me ditë çka me ba me topin. Spanja është shembulli perfekt. Edhe Spanja për menimin tem, ta kish pas një sulmus, një nanç, taman qysh duhet, shumë let, edhe ma let e kish fitu këtë botëror, ama nuk ka sulmus, taman sulmus nanç, një finisher, qysh i nevojitet, e po edhe pa ta ka arrit me gjithë fitoren, edhe unë kom pas dyshime për Spanjën, ama të ja pa që të lojt e fundit kundër Francës, kundër Argentinës, për menimin tem e ka meritu totalisht. Edhe 2-3 herë ta kish lujt qëtë finale, mos ki dyshim Spanja e kish fitu, ndoshta e kish fitu shumë a bindshëm. Ky ishte botërori 2026, ta shpresim që do ketë sezonin e ardhshëm, si fanzi Manchester United, nuk jam aq optimist, kanë qenë disa lëvizja të këtu me transfera, po akoma nuk ma mush synin qatë shumë, me thënë drejten. Ta shiqojmë çdo të bëhet, edhe miq, shihemi në futbollin e ardhshëm. Futeni like, subscribe, çka mendon ti për këtë botëror? Atë ka pëlqy? A mendon që ka qenë një korruptun apo nuk mendon? Kanë ekim për shtet. Edhe miq, kaloni bukur. Shihemi herën tjetër.